Kandidatët kryesor për zgjedhjet presidenciale në Qipro kanë hedhur votën e tyre. Gara presidenciale në pjesën më të madhe të saj është fokusuar te problemet ekonomike dhe në ndarjet në ishull. Sondazhet tregojnë se konservatori Nikos Anastasiades është më i favorizuari, duke qenë 15 pikë para rivalit të tij të majt, Stavros Malas. Σήμερα είναι η μέρα οπωσδήποτε που ο λαός αποφασίζει. Sot është dita ku njerëzit do të vendosin në zgjedhjet më të rëndësishme në vend. Zgjedhjet do të vendosin se kujt do t'i japin një mandat të fortë që do të merret me shpëtimin kombëtar dhe me problemet ekonomike në vend. Pavarësisht rezultateve, njerëzit do të kthejnë kokën nga kjo fushat elektorale dhe do e vlerësojnë si një kapitull të rëndësishëm në historinë e Qipros. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për Qipron. Vendi po përballet me probleme kritike. Siç e dini, këto janë zgjedhjet më të rëndësishme të dekadave të fundit.